Policia e shtetit ka zbardhur dinamikën e operacionit që zgjati më shumë se 12 orë për kapjen e dy personave të shumë kërkuar Julian Turmaku dhe Agron Hamza Uka. Ky fundi dyshose ka pasur një plag në këmbë. Ende nuk dihen rrethanat e plagosjes pasi nga policia bëhet mjedis nuk ka qelluar me armë zjarri. Julian Turmaku dhe Agron Hamza Uka u flenë në një banesë të braktisur në Orosh të Fush Arrëzit dhe u vedorzuan pas më shumë se 12 orësh të rrethuar nga Renea. Forcat e Renea ushtruan kontrollin në banesën ku fshieshin dy persona. Turmaku dhe Uka ishin prekosh në vëzhgimin antiterrorit, ndërsa Erzen Uka, një ish pjesëtar i forcave paqëruese të Shqipërisë në Irak, ishte dënuar me 3 vite heqëlirje në akuzën e urrëties fetare. Në vitin 2015, Uka u arrestua si dyshuar për përgatitjen e fëmijëve dhe të rinjve për të bashkuar me ISIS, akuzë që aso kohë solli përplasje të forta mes Ukës dhe gjyqtarit Bip Ndreca. Policia gjatë njoftimit për mediat ka bërë me dije se gjatë kontrollit në banesë janë sekuestruar në cilësinë e provave materiale 4 armë zjarri automatike dhe një armë zjarri pistolet. Një framur i organizatës terroriste të Shteti Islamik ISIS i vendosur në faqen e murit ndërmjet armëve të lartë përmendura, 17 stop granata dore, municion luftarak, kapsolle elektrike për shpërthimin e lëndëve eksplozive, fitil zjarrpërcjellës që përdoret për shpërthimin e lëndëve plasëse 2 gozhoja, njofton më tej policia e shtetit.